Në mbledhjen e parë të grupit parlamentar në prag të nisjes së sesionit të ri të Kuvendit, kryedemokrati Sali Berisha u fokusua tek organizimi i protestës së opozitës në 24 janar. Ne kemi caktuar një datë proteste të fuqishme, më të fuqishme që ka parë ndonjëherë Tirana. Kemi betimin tonë që do vazhdojmë të gjerën në largimin e plot nga pushteti të këtij kryehajduti. Për Berishën, protesta duhet të jenë të vazhdueshme pasi shet tek ato mjetin për të arritur qëllimin, atë të largimit të shefit të qeverisë. Mes rreshtash nën kupton se përballja me Ramën në këtë betejë nuk do të jetë lehtë, por nëse qendresa do të jetë e fortë, asgjë nuk duket e pamundur për Sali Berishën. Ai po përpiqet me të gjitha mënyrat të lobojë, por në mënyrë absolute gjë në botë nuk do ta shpëtoj nga qytetarët shqiptar. Shefin e qeverisë e ngarkon me përgjegjësi për çdo akuzë që SPA ka ngritur prantar të kabinetit qeveritar për fshije dhe për Ballukun. Me këtë argument i thot deputetëve demokratë se kryeministri nuk do ta dorëzojë atë para drejtësisë në një akt kundër kushtetutës që e cilëson grush shteti. Do ishte i gatshëm edhe për skena macbethiane që të shpëtonte vetën e tij, por nuk shpëton dot. Nuk shpëton dot se janë video, se janë dokumenta, se janë dëshmitë. E të penduarve të drejtësisë shkoj ku të dojë. Në qiellin tokë, vrim miu nuk do të gjej. Në rast se vazhdon të bllokoj kushtetutën dhe ligjin.